ky brezi që po vjen është më i talentuar se sa ne. Por ka më pak fat se sa ne. Pra, unë ju siguroj që ka djemë dhe vajza që janë më të rënditës se të mëdhenjë tanë në këtë moshë kur kanë qenë. Por mundësit janë të vogla. Probabiliteti që ata të hynë në treg është shumë i vogël, sepse fasada është e madhe, gënjeshtër është e madhe. Ka qenë politizimi shumë i madh, tani politizimi është zvendësuar 10 herë më shumë me fasada, me gënjeshtër. Edhe nuk kanë faj studentët. Nuk kanë faj. Ka një mi arsye deri në momentin që ata janë 18 vjeç në shkollë. Problemi është që kur ata që i marrin duhet t'u tregojnë të vërtetë. Duhet t'i mësojnë se çfarë ju pret. Ku është vuajtje, ku është gëzimi. Edhe ku është triumfi, ku është besimi. Si vjet shoku në funksion të shokut. Shoku në funksion të shokut. Kolegu në funksion të kolegut. Cila është sakrifica? Cili është altruizmi? Çfarë është gjua eufemike dhe çfarë vlere ka? Cila është atmosfera? Çfarë është ambienti? Nëse u atregojnë këto element që janë më të rëndësishëm se elementet e teknikës, se imagjinata dhe fantazia, ata pastaj detyrimisht që do të shkëlqejnë. Sepse kanë energji, din më shumë gjëra se që dinim, ne? Absolut. Të lëmpagojnë. Në shumicën e rasteve, edhe kur thonë një gjë gabim, të lëmpagojnë. Nga sinceriteti me cilin e thonë. Sepse kanë sisteme reference të tjera, kanë mundësi të tjera, është shumë më vrevrueshme. Është hapur. Dhe informacioni shumë më i madh. Ata shikojnë hapësirë. Unë në dashur, në kohën që shikoje si nga kjo thuaja si thonë dritarja e Bodrumit. Dhe botës i shikoja vetëm këmbët. Edhe pse lexoja Shakespeare, edhe pse lexoja Ibsen, edhe pse lexova